Po në Shqipëri këtë herë në jug të vendit, organizatat mjedisore po bashkëpunojnë me njësitë vendore për të nxitur projekte për parqe natyrore. Organizatat po ndjekin me vëmendje edhe procesin që ka nisur në Greqi lidhur me vendimin e autoriteteve greke për devijimin e ujrave të lumit Vjosa. Korespondenti Raimond Kola sjell hollësit. Parku natyror i Virojt në Gjirokastër është e vetmja zonë e qytetit ku banorët mund të gjejnë qetësi nga ngarkesa urbane. Rreth 3 kilometër nga zona e banimit parku ndonse për masa të vogla ka nevojë për investime. Bashkia e Gjirokastës po përgatitet për një investim të ri i cili pritet të plotësojë disa shërbime që nuk cënojnë mjedisin. Nënkryetari i Bashkisë së Gjirokastës Vangel Muçe ka paraqitur projektin përpara organizatave mjedisore. Organizatat mjedisore në këtë rajon po nxisin njësitë vendore të bëjnë më shumë për parqet natyrore për qytetarët. Specialisti i mjedisit Klean Thimandi thotë se angazhimi mjedisor për parkun e Virojt në Gjirokastër duhet të jetë shumë planësh. Sipas tij duhet bëhet më shumë për ruajtje në pjesës ujore gjithë vitin, në zhvillimin e parkut pyjor, si dhe në nxitjen e vizitueshmërisë jo vetëm nga banorët, por dhe nga turistët e huaj. Orientimi i tretë që japin shoqatat mjedisore, Virojt të shfrytëzohet jo vetëm nga banorët Gjirokastrit, që tradicionalisht e kanë pikën kryesore dhe më të afërt të çlodhjes, por të shfrytëzohet edhe në kuadrin e Gjirokastrës turistike. Ndërsa eksperti i njohur i mjedisit Zamir Dedej thotë se një rrjet prej disa organizatash mjedisore po punon në drejtim të mbrojtjes dhe shtimit të parqeve natyrore për qytetarët. Zoti Dedej thotë se organizatat shqiptare po ndjekin me mjaft vëmendje dhe planet autoriteteve greke për devijimin e një mase të madhe ujore të lumit Vjosa në anën greke në funksion të furnizimit të liçenit të Janinës në Greqi. Çështja thotë ai është tashmë në organet gjyqësore greke, ndërkohë që në të dy anët e kufirit vazhdojnë reagime të forta si të organizatave mjedisore edhe të njësive vendore. Dhe është një problem shumë i mpret. Ne kemi ngritur si rrjet edhe herë të tjera në media. Me jepet rastit ta ripërsëris. Problemi ka dy anë. Ana e parë është pala greke, e cila vendimarrjen që ka bërë qeveria lokale dhe qendrore ka hedhur në gjykatën supreme, por kjo është për të pritur. Nga ana tjetër, pjesa shqiptare që ne jemi interesuar, jo vetëm që jemi bashkangjitur kësaj lëvizje që është e shoqërisë civile në Greqi, por ne kemi filluar të lëvizim në pjesën shqiptare, të them që kemi një reagim shumë pozitiv nga pushteti vendor. Si kryetarët e bashkisë përmet, Gjirokastër dhe Kyllcyr që janë të prekur drejt për drejt nga devijimi i lumit, kanë mbajtur një qëndrim shumë agresiv, do thoya pozitiv, për mos lejimin e këtij devijimi. Djeshmëritë për çështjet mjedisore po rriten në opinionin publik në Shqipëri dhe sidomos problemet e planifikimit të territorit kanë shkaktuar dëmtime të zonave apo parqeve natyrore, drejt të cilave tani po rikthehet vëmendja për të investuar. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.